Pavarësisht apelit të vazhdueshëm të qytetarëve, si dhe denoncimeve nga kamera e televizionit Apollon, ndotja mjedisore përgjatë aksit nacional Lushnjë-Berat vijon të jetë alarmante, me turina nga më të ndryshmet, që nga plastika, inerte dhe deri tek mbetjet organike, vijojnë të hidhen pas një kontroll në skajet e rrugës, kryesisht pranë fshatrave përreth dhe vend pushimeve të mjeteve, ku ndotësit kryesor janë vetë banorët e zonave. Pika më problematike mbetet zona e gjelbërimit dekorativ, mes luleve në pikat e qendrave të mjeteve në anë të rrugës, e kthyer tashmë në një grumbull mbretërinash, ku ndotja është shtuar ndjeshëm. Më pak lëvizje e mjeteve në këtë segment ka bërë që ndotësit të mos ndihen të rrezikuar nga kontrolli dhe të vijojnë me hedhjen e plehrave në mënyrë të pakujdesshme. Një tjetër vatër ndotjeje evidentohet dhe pranë fshatit sektor Agim, në njësinë administrative Poshnjë, ku banorët, edhe pse nuk pranojnë të flasin para kamerës, pohojnë se her pas here shohin automjete që shkarkojnë mbeturina, duke ndotur tokën dhe rrugën pas një ndërhyrje apo kontroll nga autoritetet. Fatkeqësisht, deri më sot nuk është marrë asnjë masë ndëshkuese ndaj ndotësve. Autoritetet vendore dhe strukturat përkatëse vijojnë të mbyllin syt, ndërsa ndotja jo vetëm që dëmton mjedisin dhe shëndetin e banorëve, por është edhe një njollë e shëmtuar për sytë e turistëve që vizitojnë qytetin muze të Beratit. A do të merren masa konkrete për ndalimin e këtij fenomeni, apo do të lejojmë që rruga që të çon drejt një pasurie botërore të kthehet në një kosh plehrash pafund?